Mirëmëngjes njerëz. Sot e hënë ora 9, unë jam Armand Xhuli dhe ja ku jam përsëri sot për t'ju sjellë mesazhet juve në emisionin Mesazhi i Yjeve në Faten Muzik, që mundsohet nga Kroasa Bono, që e falenderojmë. Në fillim, mesazhi i yjeve të astrologjisë, e pastaj mesazhin e yjeve të muzikës, si zakonisht. Pra, horoskopin e kësaj jave dhe pastaj edhe poezinë. Si gjithmonë, jemi në Radio Sol në frekuencën 89 MHz dhe duke filluar që mbas mbarimit të emisionit, atë çka do të them për ju sot në radio mund ta ndiqni edhe në kanalin ton në YouTube Sol 89. Si zakonisht, edhe sot do të kemi një artist që do ta shoqëroj gjatë transmetimit. Është Johnny Cash. Në fund do të merrem me një këngë të tij, të cilën do ta luajnë live për ju, bendi joni preferuar Bluebird Band, që sikundër tashmë mund ta dini, janë Bledi Sego, Kolsheu dhe Eni Nelku. Pas këtij prezantimi, unë mendoj që ka ardhur ora horoskopit. Dashi. Kohë më parë, mendoj që ishte e pamundur për fizikun e njeriu të bënte 100 metra në 10 sekonda. Por, më 21 qershor 1960 në prag të Olimpiadës së Romës, atleti gjerman Armin Hari, i shenjës dashit, në një takim paraolimpik të quajtur Meeting of Olympia, që u zhvillua në Züri, në Zvicër, ai arriti kohën 10 sekonda. Gati 50 vjet më vonë, Usain Bolt rekordin e zbriti në 9:58. Kam përshtypjen të dashur dëgjues apo dëgjuese së shenjës dashit që duke filluar që këtë javë e gjatë gjithë këtij viti, edhe ju sikundër Armin Hari do të arrini diçka, ta themi një rekord, që deri tani ju është dukur e pamundur dhe mbi aftësitë tuaja. Demi. Në ditët dhe në javët në vazhdim, ju të dashur dema, do të bëni mirë të kërkoni ide të reja, të përdorni një gjuhë ndryshe e ta bëni imagjinatën tuaj një instrument të fuqishëm që të ushqejë mendjen tuaj, ashtu sikundër edhe stomaku ushqen organizmin. Po të vazhdoni në këtë frymë që ju thash, do t'ju hapen shumë mundësi që janë në një linjë me pozicionin tuaj astrologjik dhe me mesazhin e ardhur nga yjet. Dhe ajo që po vjen sipas meje, duke i referuar nuhatjes dhe instiktit tuaj, ndahet në 7 kategori. Po e marr me radhë. 1. Energjia që do të përfitoni nga kaosi që është rreth jush. 2. Personaliteti që do të vijë si pasojë të qenurit pak enigmatik, po jo të fshetë. 3. Morali që do t'ju karakterizojë si pasojë të ndonjërit larg nga gjërat banale. 4. Pozitivizmi që do të transmetoni në kaosin që keni rreth e përqarë që ju thash pak më parë. 5. Të jeni të rezervuar, por jo të friksuar. 6. Aftësia për të kuptuar në kohë padrejtësitë që mund t'ju bëhen. Dhe e fundit 7. Nuhatja, si pasojë së cilës shpesh do shijoni situata që nuk i keni shijuar kurrë më parë. Mos haroni çka ju thash o dema dhe do të më kujtoni. Binjakët. Ish agenti i FBI-s Robert King Whitman, i shenjës binjakëve, në librin e tij Priceless, që do të thotë pa çmim, në kuptimin tepër të çmuar, flet për punën e tij në vite. Puna e tij ishte të gjente sendet me vlerë të vjedhura në gjithë botën. Ai në librin e tij tregon për një sferë kristali me vlerë $350,000 të vjedhur në një muze në Kinë, që i përkiste gruas si një perandori kinez. Whitman nuk e gjeti kurrë hajdutin, por arriti të gjente personin që e kishte blerë këtë sferë fare rastësisht. Ishte një fallxore nga New Jersey, që e mbante mbi komod në shtëpi pa ja ditur vlerën e vërtet, dhe për më tepër i kishte vënë sipër edhe një kapele bejsbolli. Gjëra amerikane, njerëz. E tregova këtë histori sepse kam përshtypjen që edhe ty, e dashur dëgjues apo dëgjues qofshi shenjës binjakëve, në muajt në vazhdim mund të ndodhë një gjë e tillë.
Po të jesh i vëmendshëm dhe i kujdesshëm, do të gjesh një gjë vërtet me vlerë atje ku nuk ta pret mendja. Ferra e vogël e ka lepurin e madh, thot populli. Gaforia. Në vitin 1958, për një projekt detyrë shkolle, 17 vjeçari amerikan Bob Heft vizatoi flamurin amerikan me 50 yje. Në atë kohë Amerika, në vitin 1958, nuk e kishte marrë akoma as Hawaii dhe as Alaskën, që të bëheshin 50 shteta dhe të ndronte flamuri. Pra ishin akoma 48 yje në flamur. Mësuesja e vlerësoi punën e Bob Heft me notën 8. Por kur, pas një viti, në 21 gusht 1959, u shpallë që Hawaii dhe Alaska u bën shtete amerikane dhe versioni flamurit të vizatuar nga Bob Heft u zgjodh si flamur zyrtar, mësuesja ja ndryshoi notën dhe ja vuri 10. Kam përshtypjen që edhe ty e dashur dëgjues apo dëgjues qofsh i shenjës gaforës, do të ndodhë diçka e ngjashme. Një punë që ke bërë dhe që nuk ka marrë vlerësimin e duhur, më së fundi, shumë shpejt do të marrë vlerat e vërteta. Luani. Njerëz, lumturia nuk është fat. Ajo kërkon përqendrim dhe vëmendje të vazhdueshme. Duhet të shkëputemi dhe të rebelohemi ndaj këtij fluksi të pandërprer banaliteti dhe kaosi pa sens që po na çon drejt fundit. Duhet të superojmë perversitetin, pasivitetin ndaj kushteve në të cilat jetojmë dhe na duken normale. Duhet forcë jashtëzakonshme të jesh i qetë e i urtë, prandaj njeriu rebelohet dhe nuk është ndaluar, edhe pse asnjë nuk e pranon. Lajmi i mirë për ju dëgjues të shenjës Luanit, për ju Luan edhe Luanesha, është që ky vit është viti i rebelimit. Momenti ideal për të rebeluar fillon këtë javë. Ju e dini se pse duhet të rebeloheni. Virgjëresha. Sipas filozofit grek Platoni, përballja me bukurinë na bën më të hapur edhe përpara bukurisë shpirtërore. Ngacmimi ndaj së bukurës na bën aq të hapur sa që pranojmë edhe të vërteta që nuk i pranonim më parë. Unë them që jo, sepse eksperiencat e mia më kanë treguar që shpesh personat përpara një bukurie natyrore, përpara një tingulli të ëmbël, hutohen dhe mbërthehen nga emocionet të tilla që harrojnë që në jetë ka edhe mrekullime të mëdha. Por unë jam i bindur që në periudhën e vazhdim ti e dashur dëgjuese apo dëgjues qofsh i shenjës Virgjëreshës, duhet, bile jo duhet, por unë të urdhëroj që gjithë bukurinë që të rrethon ta shijosh pa e vrarë mendjen për vazhdimin. Kjo nuk do të të bëj sigurisht më të bukur, por do të të bëj më të mirë. Më beso mua. Peshorja. Alberto Villoldo, sociologu, psikologu e shkrimtari amerikan i shenjës peshores në librin e tij, 4 të njëjtat, tregon: një udhëtar takon 2 gur gdhëndës dhe e pyet të parin çfarë po bën? Po gdhënd këtë gurin, ju përgjigj ai. Pastaj ju afrohet të dytit dhe i bëri të njëjtën pyetje. I dyti u përgjigj: po bëj një katedrale. Pra, ata të dy po bënin të njëjtën punë, por njëri prej tyre i dha të drejtën vetes të ishte pjesë e një ëndre të madhe. Sipas mendimit tim, në këtë rast, si astrolog, pra duke u bazuar edhe ke mesazhi i yjeve, ju të dashurët peshore në muajt në vazhdim duhet jeni si ai gurgdhënd si i dytë. Konsiderojeni atë që do të bëni, sado e vogël qoftë, si pjesë të një gjeje madhështore. Pra, i jepini rëndësi punës tuaj. Akrepi. Muzikantët dhe shkrimtarët që vendosin të publikojnë vetë veprat të tyre, poshtojnë gjithë një më shumë, e ndërkohë janë klasifikuar edhe si kategorinë vete. Janë quajtur independents, ose shkurt thëriten indie. Duke i publikuar vetë veprat e tyre, janë po ata që i vjelin të gjitha të ardhurat e krijimtarisë tyre dhe ndërkohë nuk janë të kontrolluar nga shtëpitë botuese ose nga shtëpitë diskografike. Dhe gjithashtu
evitojnë faktin që mund të keq përdoren. Për shembull, kantautorja Terry Hendrix nga Texas i ka mbajtur vetë të gjitha të drejtat autorit të 14 albumeve që ka publikuar. Motoja e saj është: njeriu duhet jetë vetë padron i universitetit të tij. Për ditën e vazhdim, e ndoshta edhe për gjithë këtë vit, o akrep, të këshilloj të ndjekësh shembullin e Terry Hendrix. Ditët dhe javët në vazhdim do t'jenë periudha ideale për të marrë në zotërim të plot, gjithë shka që është e jotja e jo të duhet për të treguar vetë vetën. Bëhu zot i vetes. Shigjetari. Kjo pjesë e vitit që ka mbetur dhe gjysma e parë e vitit 2026 do t'jetë periudha ideale për të hequr nga koka të gjitha paragjykimet ndaj të gjitha atyre që jetojnë e mendojnë ndryshe nga ty, o shigjetar apo shigjetare qofsh, sepse kjo të frenon dhe të bukos, të mbyt në një farë mënyre. Duhet të arish ta kuptosh dhe ta kesh të qartë atë që tek të tjerët duket e padrejtë dhe për më tepër mos merresh fare me të. Vetëm kështu, duke mos u marrë me ata që ti mendon se janë ndryshe nga ty e s'të kuptojnë, do të mundesh që energjinë dhe aftësitë tua ti përdorësh për një gjë që deri tani e ke lënë për gjysmë ose e ke lënë pak si një hije. Briciani. Ti jesh njeri është shumë e vështirë, sepse të gjithë ne kemi fiksime. Ka thënë poeti amerikan Robert Bly i shenjës Briciapit, që është ndarë nga ne në vitin 2021 në moshën 95 vjeç. Për këtë arsye, ai gjatë jetës së tij ishte munduar t'i kontrollonte dhe t'i donte fiksimet e veta. Në ditët në vazhdim, e dashur dëgjuese apo dëgjues qofsh i shenjës Briciapit, të këshilloj të bësh si ky poet. Sa më shumë ti kesh të qarta fiksimet e tua, aq më shumë do t'jesh në gjendje ti kontrollosh e aq më i qetë apo e qetë ke për të qenë. Kjo do të thotë që ti të mos biesh viktime fiksimeve që shpesh të bëjnë të mos e kesh veten nën kontroll. Fiksimet nuk janë gjë e keqe, por duke përdorur inteligjencën tënde, ato do të kthehen në synime. Synimet do të kthehen në qëllime, qëllimet janë ato që duhen realizuar. Vetëm kështu fiksimet e tua do të jenë një realitet pozitiv. Ujori. Chris Rock, që ndoshta shumë kush e njeh, është një aktor komik dhe kabaretist amerikan i shenjës së ujorit. Është ai që gjatë prezantimit në ceremoninë e çmimeve Oscar në vitin 2022 u godit me grusht nga Will Smith. Në një nga shfaqjet e tij në Madison Square Garden në New York, Chris Rock ka thënë: "Në qoftë se marrëdhënia juaj në çift funksionon, ka shumë mundësi që të jetë e mërzitshme. Por unë mendoj që të gjitha marrëdhëniet që funksionojnë janë të mërzitshme", vazhdon ai. "Vetëm ato marrëdhënie që nuk funksionojnë siç duhet janë eksituese." Dhe pastaj, duke i drejtuar me këmbgulje publikut, vazhdoi: "Vetëm kur keni një marrëdhënie të vështirë, nuk mund ta dini se çfarë do të ndodhë nesër. Nuk mund ta dini kur tjetri ose tjetra do t'yte dera dhe do të thotë: bër analizat dhe jam mesida. Ose bër analizat dhe jam shtatzan. Kjo po që të eksiton." Unë mendoj se Chris Rock natyrisht që egzageron për humor, por një të vërtet të vogël e ka brenda. Prandaj, gjatë këtij viti, të dashura dëgjuese apo dëgjues qofshit të shenjës së ujorit, duhet të krijoni dhe të kujdeseni për marrëdhëniet të mërzitshme në thonjza, në kuptimin më të mirë të fjalës. Peshqit. Albert Einstein, gjeniu i teorisë së relativitetit, lindur në shenjën e peshqve, ka thënë: "Të gjithë jemi gjeni, por shpesh ata që na gjykojnë na shohin si peshq që duan të hypin në pemë dhe na konsiderojnë o të çmendur o budallëj." Ta thash këtë sepse duhet ta kesh parasysh për gjithë këtë periudhë. Për këtë periudhë të mbetur të këtij viti, e dashur dëgjuese apo dëgjues qofshin shenjës peshqve. Sipas analizës që unë i kam bërë yjeve ose sipas mesazhit që ka ardhur nga yjet,
ti e dashur dëgjuese apo dëgjues qofshi shenjës peshqve, do ta kesh një shans për të shprehur talentin tënd gjenial, sepse edhe ti e ke një të tillë. Le të mendojnë të tjerët je një peshk që po mundohesh të hypësh në pemë. Mos u merakos. Qend le të lej. Këtu mbaroi edhe horoskopi im për këtë javë njerëz. Tani do të merrem me një këngë të një autori tepër të njohur, quhet Johnny Cash, dhe për një këngë të tillë do t'ju flas sot që titullohet Folsom Prison Blues, që është një nga pjesët folk më të bukura e më të njohura të Johnny Cash. Është një pjesë ku përballen dy simbole. Treni si simbol i lëvizjes dhe i lirisë dhe burgu. Është lufta e brendshme e një njeriu që ka kryer një krim dhe asaj që mund të ishte ai po të ishte i lirë. Kënga flet për dëshpërimin dhe monotoninë e jetës burgut dhe gjithashtu edhe për ndërgjegjshmërinë e gabimit që ky njeri ka bërë, ky njeri që është në burg pra. Në historikun e vet Johnny Cash këtë këngë e ka shkruar, ose më mirë e ka regjistruar duke u frymëzuar nga kënga e Gordon Jenkins e vitit 1953 që titulloi Crescent City Blues. Cash, Johnny Cash pra, përdori të njëjtën vijë melodike e pothuaj të gjithë tekstin e këngës së Gordon Jenkins kur e regjistroi për herë të parë, natyrisht pa marrë lejen e autorit. Për këtë autori e hodhi në gjyq dhe Johnny Cash në fillimin e viteve 70 u detyrua të paguante $75,000. Gjithsesi, me regjistrimin live të kësaj kënge, më 13 janar 1968, në koncertin që Johnny Cash bëri pikërisht në burgun Folsom në Kaliforni, në një farë mënyre ngeli si vepër e tij që tashmë është e njohur në të gjithë botën. Për shumë të dënuar, të cilët dënimin e vuanin në Folsom, kjo këngë u bë simbol, u bë si hymn, u bë shprehja e vuajtjeve të tyre dhe një pikë takimi me botën e jashtme. Këtë gjë e vërtetojnë më së miri ato mira letra që Johnny Cash merrte nga të burgosurit në periudhën për të cilën po flasim. Dhe tani, gjithse ju tregova në vargjet e këngës nga unë të shqipëruara, Johnny Cash thot: trenin që vjen, unë e dëgjoj, ja, edhe kthesën e kaloj. Ka kohë që diellin më nuk e shikoj, mbyllur në burgun Folsom qëndroj. Koha nga dalë shkon, ndërsa treni vazhdon të zbres drejt Sant Anton. I vogël kur isha, nëna më thosh birim, të bësh djali mirë e me armë mos luash kurrë. Po në Reno, unë qellova një njeri, vetëm që ta shija se si vdiste në sytë e mi. E tani, sa herë fishkëllimin e trenit dëgjoj, kokën ul e zë vajtoj. Vë bast që ka njerëz të pasur shumë në vagonin në restorant, ullur të hanë, ura të mosin, kafe pinë. Si ta, mund të isha dhe unë, por e di mirë që unë nuk kam mundësi të jemi lirë. E ndërkaq, jeta e tyre një lloj vazhdon. Dhe kjo gjë mua më torturon. Sikur të më lironin nga kjo qelie, sikur hekurudhën timen ta kisha, ju siguroj që larg do të shkoja. Nga burgu Folsom, sa më larg të isha. E do ta lija atë fishkëllim, ta merrte me vete edhe bluzin tim. Folsom Prison Blues nga Johnny Cash. Tani njerëz, këtë këngë, Folsom Prison Blues, do ta dëgjoni të interpretuar nga muzikantët tanë, nga grupi Blue Bird Band, që janë Eni Nelku, Kolsheu dhe Bledi Seiko. Blue Bird Band me Folsom Prison Blues, ndërkohë që falenderojmë edhe kryesan Donën që na i dha këtë mundësi. Qofshi mirë, u do qofshi. City's coming,
keeps falling to prison, and time keeps dragging on. While the train keeps on rolling, time to San Antone. My night is just a baby. My mama told me, son, always be a good boy. Don't ever play with gun. And I shouted many Reno just to watch him die. I hit always some blowing. I had my hand out wide. Sister sitting in fancy dining car. They probably drinking coffee and smoking big cigar. But I know I had it coming. I know I can be free. As people keep on moving, that weather stirs me. The train is coming, running round about. Ain't she since I don't know about. I'm stuck in false prison, and time is dragging on. But the train keeps on rolling, time to San Antone. But the train keeps on rolling, time to San Antone. The train keeps on rolling down to San Antone.